unë shpresoj që të vazhdojnë të jenë edhe antar të NATO-s. Jo vetëm të asociuar. Po, dhe në këtë qeveri, më fali, në këtë qeveri, unë nuk jam i jetur për ta përkrahur këtë qeveri, por nuk ka rëndësi në momentet kur ballafaqohuna me argumente që nuk janë argumente, kur e sulmojnë këtë qeveri, atëherë unë dalë mbroj. Edhe gjithmonë kam mbrojt. Jo vetëm këtë qeveri, por çdo qeveri të cilën besoj sipas bindjeve të mia nuk përkon me faktet kur sulmohet. 3 muaj i ka pru kjo qeveri. 3 muaj e 3. Po, shumë mirë ka bë, duhet kishte bë dhe më shumë mendoj. Se i kishte gjitha mundësit. Ka mujtë edhe më s'me. Po, sigurisht, po, prandaj tham që ne presim që të shkoj sa më shumë, se pastaj bie, ajo e para ka bëj 117, ato të parat, edhe kjo 3. Prandaj them që ne presim që çdo qeveri ta çojë një hap më tej Shqipërinë, Kosovën dhe çdo vend tjetër. Gjithsesi, shpresoj që do të vazhdoj të jetë edhe tritet dhe të vazhdoj të jetë edhe më mirë Kosova. Kam dhe i pyetje krenar, çfarë mendon se do të ndodh tani në veri, duke parë kryetarët serb që do të marrin zyrat e tyre, por mbi të gjitha duke parë atë çfarë po ndodh në Beograd, se ne kemi parë gjithmonë që tensionet që janë në politikën e brendshme në Serbi menjëherë shkarkohen në veriun e Kosovës. Përpos incidenteve sporadike, të cilën e patëm para një viti kur një qytetar i Kosovës me përkatësi etnike serbe u rrëmbyen nga dëshmitarët, po thonë që kanë qenë njerëz të shishit. Përpos këtyre incidenteve nuk pres që do të ketë kthesë në teren, pra sa i përket sundimit të ligjit në veri. Nuk mund kryetarët e ri që të fillojnë të hapen strukturat paralele, ose të vendosin targat që janë jashtëshme, ose që ta fusin prap në qarkullim dinarin, ose ta heqin flamurin e Republikës së Kosovës. Të gjitha këto përbëjnë vepra penale që kryetarët e komunave nuk do të mund t'i bëjnë dhe nuk besoj që do të mendojnë t'i bëjnë. Pra nuk ka kthim prapa. Incidente mund të ketë me organizim të Beogradit, por këtu mbaron pra aspekti negativ i veriut. Pra nuk mund të ketë kthim prapa. Kryetarët e komunave do të punojnë në bazë të ligjit të Republikës së Kosovës dhe shpresoj që do t'ju shërbejnë qytetarëve të cilët i kanë votuar. Dhe asnjë nuk do të tentojnë që të bëjnë kthesë prapa në sundimin e ligjit në Kosovë. Çështja e veriut ka mbaruar. E vetmja mënyrë për ta ndryshuar veriun në një gjendje siç ishte, është pushtimi klasik i Serbisë të kësaj pjese të territorit. Pra nuk ka kurfar skenari tjetër që do të mund të prodhonte një situatë ku ne do të kishim një zonë të pasunduar nga ligji. Krenar, të falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit po ashtu që ma dhat mundësinë për të mposhtur Je gjithmonë i mirë pritur. Argumentet që thonë që Kosova është izoluar, kur ma kesh në Kosovë s'ka qenë, e tjerë. Nuk janë ato të vërteta as pak. Je gjithmonë i mirë pritur. Është vërtet që edhe unë mendoj që Kosova duhet të përparoj më shumë, por rrethana gjeopolitike pe pamundsojnë atë dhe nuk më duket që është faji zotit Kurti. Nuk ka logjik me vu asociacionin, një kurt të cilin nuk e kam vendosur organet tjera të Këshillit të Evropës për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Kjo besoj ka qenë e padrejtë nga ana e Gjermanisë, Francës dhe Italisë dhe Shteteve të Bashkuara. Nuk ka qenë pjesë e kriterëve që të bëhet asociacioni si kundërpesh për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Prandaj nuk është antarësuar Kosova në Këshillin e Evropës. Dhe këto gabime që i kanë bërë ata në Kosovës dhe po vazhdojnë mi bo, i kanë bo dhe me Rusinë. Njëjtat gabime, sidomos gjerman. Jo, diskutimi ishte, po duhet të, do me thënë, ndoshta na mbetet një temë tjetër se jemi në fund. Diskutimi nuk është që ata bën mirë. Problemi ishte se vetë Kosova bëri gabim, se njëherë tha do ta krijoj, e pastaj çoi letrën tjetër tha do ta krijoj vetë.
për këtu e kam, pastaj se sa e pa drejt ka qenë shumë herë Europa, me këtë besoj mbetet një diskutim shumë i gjatë edhe unë jam plotësisht dakord. E sakt, pajtona, por Kosova nuk ka thënë që ne du ta bëjmë asociacionin me çdo kusht. Jo, po do ta çojmë, ka çuar letër, ka thënë ne do ta çojmë dhe do ta bëjmë. Asociacioni do ta çojmë gjykatën kushtetuese, pastaj çoj një letër tjetër dhe i tha do ta hartojmë vetë. Pra kam përshtypjen ishte një gabim taktik që s'duhet ta bënte. Nuk më duket që ka thënë ashtu. Duhet ta shikosh, janë 2 letra që ka çuar në Këshillin e Evropës para se ta antarësoj. Po kjo mbetet një çështje tjetër, ne shpresojmë të krijohet qeveria, se ajo është gjëja më e rëndësishme në këtë moment për të zhbllokuar edhe buxhetin, edhe planin e rritjes. Dhe pastaj shpresoj t'ju kemi prapë për të diskutuar për këtë çështje. Patjetër, është tek kënaqësi. Falenderoj shumë, Krenar. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.